Në kohën kur një sër grabitje shënohen çdo ditë në kryeqytet në disa raste dhe me pasojë vdekjen, drejtues të lartë policor kanë parë si zgjidhje bashkëpunimin me shoqëritë private të ruajtjes dhe sigurisë fizike. Kryekomisar Lorenz Hoxha, shefi sektorit të rendit në drejtorinë e policisë së Qarkut Tiranë, në një intervistë për kanalin 7 thotë se ka ndërthurje të punës, që nga sinjalizimi për ngjarjet e deri tek hetimet e tyre. Si rezultati i masave të marrë, si rezultati i rritjes së performancës së këtij shërbimi, gjatë kësaj periudhe kemi pasur shumë më pak ngjarje në objekte që ruhen nga këto shoqëri se në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Pra janë minimizuar. Bashkëpunimi me strukturat e policisë nëpërmjet strukturave të policisë dhe shoqërive të ruajtjes së sigurisë publike është një bashkëpunim shumë i mirë, duke ushtruar kontroll dhe monitoruar shërbimin e këtyre shoqërive, gjë e cila ka sjellë normalisht dhe rritjen e rezultatit në shërbim nga këto shoqëri dhe rritjes performancës së shërbimit. Dhe në shumë raste, si rezultat i këtij bashkëpunimi i njoftimit në kohë janë parandaluar ngjarje në objektet që ato ruajnë. Në çdo kohë ato kanë detyrim të parandalojnë ngjarje të tilla dhe të sinjalizojnë menjëherë strukturat e policisë. Me sinjalizimin e strukturave të policisë sigurisht të tëra strukturat e policisë angazhohen për të shkuar atje ku është ngjarja për ta parandaluar dhe për të marrë masa të tjera në rast se do të kemi një ngjarje. Dhe bashkëpunimi midis strukturave të policisë dhe strukturave të shërbimit të ruajtjes së sigurisë fizike nuk është se mbaron aty, por vazhdon akoma më tej. Duke shpjeguar funksionet e punojësve të shërbimit privat, Zoti Hoxha bën të ditur se ata janë të pajisur njësoj me kolegët e tyre të drejtorisë së policisë së Tiranës. Policët privat trajnohen çdo vit, sipas një programi të përcaktuar nga struktura shtetërore. Pra punojësit e shërbimit kalojnë një sër trajnimesh, kualifikimesh derisa marrin certifikatën e punojësit të shërbimit. Për misionin që kanë, detyrimet, kompetencat e shoqërive të ruajtjes së sigurisë fizike, që nga uniforma e punojësit të shërbimit të këtyre shoqërive është përcaktuar me një udhëzim të ministrit brendshëm, nga mjetet speciale që këto kanë në përdorim në përmbushje të misionit dhe krye detyrave që ato kanë, duke filluar nga mjetet vrojtuese, sinjalizuese, radio ndërlidhje, mjetet transporti, armatimi dhe të gjitha materialet që kanë në përdorim këto shoqëri për kryen e detyrës. Punojësi i shërbimit trajnohet për një periudhë 15 ditore përpara dhënies së certifikatës dhe trajnohen çdo vit nga 5 ditë nën kujdesin dhe monitorimin e strukturave të policisë nëpërmjet një programi të dhënë nga strukturat e policisë. Shoqëritë private të ruajtjes dhe sigurisë fizike operojnë prej pak vitesh në vend dhe vetëm në territorin e Tiranës ekzistojnë 132 të tilla, nga 154 në total. 818 objekte si institucione shtetërore, rezidenca dhe qendra biznesi ruhen çdo ditë nga 2719 punonjës privat shërbimi.